Kryeministri Edi Rama, Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu, Ministri e Punëve të Brendshme Albana Koçiu dhe Ervin Demo, Ministër Shteti për Pushtetin Vendor, morën pjesë sot në aktivitetin me forcat zjarfikse. Kryeministri Rama në fjalën e tij u shpreh se familjet shqiptare duhet të sigurojnë jetën dhe pronat e tyre. Ai theksoi se të gjithë ata që kanë humbur shtëpitë nga zjarret apo krerët e baktive do të dëmshpërblehen. Angazhimi moral po edhe ligjor lidhur me banesat dhe krerët e humbur të baktive do të mbahet pik për pik. Tani më është inventari i plot dhe të gjithë ata të cilët kanë humbur banesat apo krerë baktish duhet të jenë të qetë për faktin që me kalimin e aktit normativ të qeverisë së shpejti do të dëmshpërblehen qindark për qindark. Kryeministri Rama paralajmëroi masa më të forta ndaj kërcënimit të zjarrvënies. Ai tha se po përgatitet flota me helikopter për fikjen e zjarreve apo me dron për evidentimin e flakëve. Do vazhdojmë të fuqizojmë flotën tonë, pa diskutim. Së shpejti do të hapet edhe fizikisht, sepse është çelur si proces me marrëveshjen e shkruar Akademia e Forcave Ajrore dhe do të fillojë në Vlorë edhe përgatitja e pilotëve të rinj, ashtu si kundër do të vazhdoj të rriten kapacitetet e flotës. Këtu jemi në një qendër që flet vet kur e shikon se si është transformuar për të administruar të flotën tonë të helikopterëve, por përtej kësaj duhet dhe do të shtojmë në mënyrë të ndjeshme flotën e dronëve. Kemi përgatitur dhe jemi duke u marrë për ditë qoftë me porositjen e dronëve me kamera termike për të monitoruar në kohë reale pyjet dhe për të kapur sa më shpejt sinjalin e zjarrit. Ashtu si kundër jemi duke vlerësuar porosit për dronët që bëjnë mbjellje, sepse është dhe ky element tjetër i rëndësishëm që të mendojmë menjëherë për ripërtritjen e atyre territoreve që digjen nga zjarret,